martesor siç njihet tek ne, sepse tek gjenerata e re, po flas pas luftës, kemi një ndryshim, po flas në traditën tonë, jo në aspektin islam, po në traditën tonë, në të kaluarën po flasim para luftës të fundit, para vitit 2000 tutje, do thot në momentin që ka shku mësiti vëzhguesi, e ka marrë pëlqimin dorën, siç e thon traditën tonë, nga familja e vajzës, u feju, kjo konsideru fejes. Dhe në asnjë formë nuk është kuptuar që në këtë kohë këta kanë të drejtë ta trajtojnë njëri tjetrin si të martuar. Po flas në traditën tonë. Madje kanë qenë të privuna, sepse kjo nuk është prej fesë tonë, nuk është prej islamit që mos më u pa të fejunit. Kështu ka qenë tradita e popullit tonë, deri vonë që nuk kanë pas të drejtë ta shohin njëri tjetrin, vajza edhe djali që dojnë me u feju. Po edhe pas fejesës, deri në martesë nuk jenë pa. Kjo konsideru marrë ku ta diun, mirë po kjo nuk përket me traditën tonë islame. Këto kanë ardhur nga më tepër nga aspekti kanonor. Mirë po kështu ka qenë. Fejesa edhe kështu është edhe me islam. Në momentin që bëhet përhajri është fejes ose premtim për martesë. I jep çifti i premton palës tjetër premtim për martesë. Kur gjë më shumë kjo hyn në radhën e fejesës. Çfarë rregulla, çfarë norma kanë në çit kohë ose në çit periudhë. Në këtë periudhë pra çiftet nuk kanë të drejtë të vetmohen, sepse ata vetëm i kanë dhënë premtim njëri tjetrit që do të martohen. I kanë dhënë premtim, prandaj në këtë kohë nuk kanë të drejtë të vetmohen, nuk është mirë të dalin vet derisa t'ja bëjnë përhajër, pra kujdestari i vajzës, baba ose axha ose vllau, t'ja bën përhajër, pra vajzën ose motrën ose mbesën, dhëndrit nuk kanë të drejtë të vetmohen. Në momentin që ja bën përhajër, pra këtu është fejes edhe është, do thot, është akt edhe martesor. Mirë po, parashihet pra të plotësohen ato kriteret që i ceka, përveç pra pranim pëlqimit të dy palëve, edhe ta e shprehin gojarisht, ketë edhe dy dëshmitar prezent kur të bëhet pra përhajri ose akti martesor, tjetë pëlqimi kujdestarit të vajzës, në mungesë të kujdestarit të vajzës, mund ta merr edhe përmes telefonit, për shembull, nëse nuk është fizikisht baba ose vllau, nuk prish punë. Edhe mendoj se këtë çështje kanë ngritur edhe shumë dietarë, edhe në kaluar, po sidomos bashkëkohor, është mirë këto gjëra të definohen. Akti martesor, pra kontrata martesore, niqahi, është mirë të shkruhet në letër, për faktin se kanë me u definu disa të drejta, disa rregulla, siç është për shembull parimi ose rregulli i meherit, dhurata e martesës, shpeshherë ka probleme, qoftë edhe në jetën martesore, thotë jo i kum thon kaç, nuk i kum thon kaç, ose kur të vinte ndarja, mund të kenë kontradita ose vinë deri te mosmarrveshjet, ose edhe për ndonjë kriter tjetër, sepse kur të bëhet akti martesor ose niqahi, siç njihet edhe në gjuhën arabe apo në popullin ton, kanë të drejtë çiftet, palët, të vendosin kritere për njëri tjetrin. Pra ka të drejtë vajzat kërkojnë diçka të veçantë, për shembull kërkon që unë du me punu, unë du të shkollohem mas martesës, unë du ta kem një shërbëtore mas martesës, ose kriteret të ngjashme, vetëm po i numëroj disa. Ose për shembull burri ka kritere, për shembull thotë unë ka të drejta e parashtrona, e pranon gruaja se pranon është çështje tjetër. Thotë për shembull, unë du që gruaja mos punoj. Du që gruaja të bën kaq fëmijë, e të ngjashme, këto është mirë të shënohen. Pse? Pra nuk janë të detyrueshme, por janë do thotë preferohen që me ju paraprit gjërave që mos vinë deri te konflikti ose te mosmarrveshjet ose te zbehja e raporteve. Dietarët islam ose juristët musliman këtë e kanë parapa që herët, sepse siç tham, kontrata martesore, niqahi bën pjesë te kontratat e përgjithshme. Zoti i Madhërisht në citatin e borxhit, si njihet në Kur'an, që është citati më i gjatë në Kur'an, në fillim krejt e bën një thirrje te kontratat që të shënohen. Thotë ja ju helladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuhu. O ju besimtar, kur të huazoni për njëri tjetrit, gjëra shënoni. E ky citat konsiderohet citati i borxhit, madje e nxjerrmi si
si vlerë nga ky citat, juristit muslimanë nxjerrin që edhe kontrata martesore, madje edhe kontrata të tjera, huamarrja, borxhi, pra të ngjashme, është mirë, është e preferuar që të shënohen, sepse mund të harrohen ose mund të vdes një napal. Edhe kontrata martesore është mirë që të shënohet.